Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Me bindjen se skuadra e përzgjedhur për Vlorën është më e mira që i është ofruar ndonjëherë këtij qarku, Edi Rama prezantoi kandidatët për deputet. Kryeministri u shpreh i bindur se Shqipëria do të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian si anëtare brenda mandatit të 4 të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Vlora se këtë verë Shqipëria do të tejkalojë rekordin e numrit të turistëve të vitit të kaluar. Në takimin me turoperatorët, ai kërkoi që të ndalet abuzimi me fshehjen e netëve të qëndrimit në njësitë akomoduese. Rama tha se brenda majit përfundon pista e aeroportit të Vlorës që do të jetë në funksion të turizmit. Mjekët toksikologë japin alarmin për shtimin e konsumimit të drograve të llojeve të ndryshme nga të rinjt. Ata thonë se kombinimi i lëndëve narkotike me alkoolin shkakton probleme të rënda në shëndet, ndërsa nuk kanë munguar as rastet e humbjes së jetës. Vlora duket se do të jetë një nga destinacionet kryesore të turistëve edhe gjatë këtij viti. Frekuentimi nga të huajt sipas operatorëve ka nisur që me fillimin e pranverës dhe pritet të arrijë kulmin në muajt e verës. Vendimi i qeverisë malazeze për t'i dhënë plazhet e Ulqinit me qira një kompanie të huaj ka bërë që politikanë dhe qytetarë të protestojnë. Drejtuesit e komunës së Ulqinit e konsideruan shkelje të rëndë nismën e kryeministrit Milojko Spajić. Fort lumturia e tij Joan Pelushi ka mbajtur meshën e parë si kryepeshkop në katedralen e Korçës. Ai është drejtuar me një mesazh falënderimi klerikëve dhe besimtarëve ortodoks, ndërsa ka theksuar nevojën për forcimin e besimit. Teatri Operës dhe Baletit ka vendosur të rikthejë operetën Karnavalet, shfaqja e cila kujton atmosferën e rrugicave të kaldrëmta të Korçës të viteve 30, ngjitet në skemë për 3 net me radhë duke filluar nga 24 marsi.